Përveç bashkëpunimeve që i ki, që e pome dhe me Bucin, a ki qepën pas në i bashkëpunim me nëjë artist tjetër të Kosovës? Që Kosovës? Ose edhe të Shqipënisë? Po, më pëlqen Dafina, më pëlqen Kresha, më pëlqen... Më fala, thash, diçka... Jo, se të prit bashkë adin edhe tretin kush kam pëthu, se Dafina, po, Kresha... Deda, më pëlqen shumë. Kush kish mujt diçka adin, po dhe se s'mujnë gjithë kush... Tu i ka zuti me kungo që me bashkë. Që mund është me bo? Shumë vizual. O, bravo. Më pëlqen, shumë. Edhe pse zhanër tjetër, po. Edhe me Zuzin kështë mujtë me bo një. Interesant dhe. Zuzi ka e zërin, po ka interesant. Shumë e ka interesant. Edhe me dollë pak ma ndryshe. Se me këta repista, do më thonë, Kresha ka bo shumë bashkëpunime. Ti kështë mujtë edhe me Rozin me bo një bashkëpunim, po kështu një biznes me hapë shumë. Ma dresh nuk ka. Jarrok. Ashtu? Edhe një pyetje të letë. Edhe para se me shku të ato pyetjet me... Pja për pak të ronë. Tronfja, ona, hajde. Hajde, jepe. A me nën që kemi dalime na Kosovë-Shqipni me muzikë? Me muzikë? Pak e ronë. Jo, sështë. Mendoj se deri para pak vitesh, mendoj se në përgjithësi në art, flasim në kohët moderne, në vitet, po themi, në 20 vitet e fundit, ose 50 vitet e fundit, të Kosovës kanë qenë pak më fresh, më cool, kurse të Shqipërisë ka qenë ndoshta pak e mbartur ajo ide, trashëgimia e festivalit dhe ka pas pak më shumë poezi. Por kjo kohë ka mbaru. Kjo kohë ka mbaru, mendoj se tani më ne jemi plotësisht në kuptimin, nuk po flas në kuptimin shpirtëror që jemi një popull, një kom, po e kam fjallën edhe në kuptimin e muzikës, mendoj se tani më ne jemi bërë një, nuk ka më dallime në... Artistat e Shqipënisë kënojnë në Kosovë edhe gjithkun ku ka Kosovar, edhe tonë tani kështu që si popull ma talent, ma dresh, përshëndetje të artist shumë të mrekullueshëm të Kosovës, ata janë gjithë shqiptarisë, ishte Armendi Maidën. Që dora, a kjo tha, bravo për Santion, që tronë men. A unë e tash e kemi këtë rubrikën Santi me spec, hajde Santion. O, s'na gjeti, a? Që është shumë e thjeshtë është kjo. Hajde. Rria ty ku je, si thuni kësaj, a keni lujtë kështu? Zarë. Po, do me thonë e silë rrëth kësaj plastikës, edhe këtu e silë kështu. Hajde Santion, ku po kishim? Jo, te bën, këto unë e të bëj pyetje. Okej, mësoj kur ta nis. Hajde, kena me të gjiru